Vetëm edhe Prishtina është rritur me numër banor. Sa shka 106. Shumë. 120.000. Ja. Po është rritur me numër banorësh dhe me numër votuesish. I kanë votu në Prishtinë. Jo, mëre? As 105, ma pak. 101.000 në votu drejtar që i bjen 97.4%. Do më thonë... Po sërish, në çdo matje duhet shti në funksion përqindja, se s'kemi si e masim ndryshe. Jo, s'kemi qysht pa tjetër. Po, Sa kanë qenë para... 89. ju dhojmë pak, si më dhonë, kredit edhe PDK-s që ka hi me uranin. A vëdinë se nuk është këtë faji Hajrullajt, se t'i shkonë, si më thonë, qysh hinke për para, të kish kallëzuar që sa i kish marrë urani. Fakta mund të themi që sonte fitues në Prishtinë nuk ka, që i ka fituar zgjedhjet pa balotash, por një fitues është ai që doli i treti, zoti Urani Ismaili, përveç se rritje më të madhe ka pasur ai, krahasuar me partinë dhe me pritshmëritë. Ashtë edhe për parimet du të mjalloni kredit, nuk ju ka ik debateve që u konë për çdo lavdot. Dhe më thonë sekretarin detyrë, na peshojmë kryeministrin detyrë, që shi pishnën, dhe më thonë s'del me kërkan, ka shku, dhe më thonë RTT, shkoj atje, dhe më thonë ku do për balë. Edhe me pas një detyrë 4 vite, unë menoj që edhe debatet o konë kogja i fort për parimit, dhe më thonë nuk o konë i lehtë për me peshku aty, edhe më thonë po merë vota për i ti. Ka pas përballë Uranin. Uranin, atje ka pas përballë edhe... Shkoj dy të tjerë përballë, po. Pra, gara në Prishtinë o konë shumë e fort, edhe Hajrullahu, dhe më thonë, mos të shinkan qëta që janë, Grandi kishë marë Sarben Vitia. Mos ta mohojmë një fakt. Me qenë se dhonë menoj që përparimi favorit me marë në balotash, përparimin e ka një minus se e ka një keqeverisje. Qyteti për 4 vjetë, arsjetime që më kam blokuoj për një mene arsjetime, pak e hiqi besaj njerës. Pra, dështimet e tia, një pas njeshme, në këtë qeverisje lokale, 4 vjeqare, me afatëru kretë qeverisht, kjo në fabull që nuk e ha qytetari. Pra, ndaj kjo është mangësie madhe në debatët për balotash. Ne kemi përcjell debatët, unë kemi përcjell këtë debatët për parim. Sa po përshën, veç si pyetje, sa po përshën si kriter, shumë në rregull, po pëlqen që batu, sa po përshën si kriter qeverisja mirë. Ka me peshuar shumë balotash tash. Debatin jo me një Majrolla Qekun. Unë këmë përcjell edhe për parimin debate, ka performuar mirë, po debati kërën konë të bashkë, gogja mirë dhe gogja performuese kone Majrolla Qeku. Që i bjen që këtë debat i ashëm i përparimit e këti nuk është i lehtë. Prap menoj që e ka një preparësit vogël përparimi, por nuk duhet me minimizu ose me mohue aftësinë e Qekut me përmirës rezultati. Sepse bagazhi ose backgroundi i keq që e ka mbrapa përparimi, ka me qenë pengesë e madhe. Duhet shumë manipulim, sa e manipulant është. Duhet Qeku me pas bagazh të mirë mbrapa për me ndodhë kjo që po thuhet sfidu. Na jemi të folë për garë komunale tashma. Jemi të folë për garë komunale. Jo për garë qeveri qëndrore. Që i bjen përparimi e ka një CV në atë pikë, Qeku se ka. Unë e kom qenë me fitu përparimi. A mo letë se ka hiq. Nuk i ndaj njerëzit bashkështu që shpomenat. Mirë, a ku të me menuë, ishtë pa në gjotin qesin. Shiko, ti ki drejt nëse do të bëjnë një ndarje matematike. Albini ka folë për qytetarët, prof e shojnë Prishtinën. Prishtina është kaos sot. Aty një që do të sheshe, janë gërmava. Që to kanë jetu që... Aty një shkollave që i bën mësim tërditor, pa planifikim, është skandaloze. Ati qartë, sa të diskriminohë fëmi. Që shto kemi thonë që një mujë pës në ka një argument, një fëmi, që një argument për ta japë. Ta po menoj në ryshe për një fëmi për ta japë, mirë dhe unë për japë analizën teme, japë le qytetarëve këtë rafë. Po veç më stuj qytetarët po menoj. Një ka mësimin. Po menojnë qytetarët. Mirë dhe puna jonë është edhe me avokue. Veç vetë edhe me avokue puna jonë. Qytetarët menojnë. Oni, nëse do me votan ati, Azreni po thotë që shtu, unë po thëmë që shtu. Qytetarët kanë thonë 33%, ky 32%, ky. Po prof, a pe bëjmë të shtim, a pe bëjmë të ngume. Jo, po me folë në amën qytetarëve është pak e... Po, e marrë guximin be pse? Ani be hajdi koftë, thuj. Shalas në mëna i krim. Basorës 12 edhe bëjmë me guximtar gjithë. Ska delë po thua, ani mirë. Mësimi tërditor, por mu është diskriminues në ras parë, që përparim Ramos ose kësaj që si ka shkon mendje hiq. Që ata fëmijë që i në fund tesa rishmeris, që e kanë mësimin tërditor, në start janë matë privilegjum se do që e kanë mësimin... Zdren. Pra, 32%. Unë jam për mësim tërditor, pa planifikim. 32% i ka marrë. Do e diskriminua një pjesë. Po s'po flasëm për një periudhë tjetër o burë, për qëtë periudhë, për qëto akuzat, ka marrë 34%. Besoj që sonte nuk mund të him në karakteristikat komunave, se do të kemi gjithkohën deri në balotash, pra se gjitha që kanë shkuar në balotash, do të na duhet të diskutojmë pikërisht temat që jo mëse ke fjalët e përparimi, se
Po mundohet më paraqitë sikur ky është këtë ajo Përpisemi shkëlqësia e tij pa gabime, edhe ka një kandidat dopt, jo sot e shoh. Me kon shkëlqësia e kish fitu pa ballotazh. Po pra, e kanë dëshkuar. Si ka fituar Edhe e tha se i diu shumë mirë. Ti shohim edhe kryetari njerë më i komunat dopt që ka pas komunat komunë që e kanë përmbyllur tash me Ma pak procesin. vota. Do të shkojnë me radhë. Ja, kjo dallon. Apo bëjmë, okej. Dallon. Ai tash. Dallon. Mirë, ta bëj një refresh këtu. Në kjo. Do t'i marrim komunat që kanë shkuar dhe e kanë përmbyllur. Pra me 100% të numruara ka balotazh 47, vetëm 0.9%, pra 28 vota për para është zoti Tahiri. Vazhdojmë të komuna tjetër, që është përmbyllur tashme. A më le të keja koka laj, se s'ta një mi në gje. Emër mbi emër, ha? Alloj tut na sen. Jo, alloj tut na ju. Tut na ju. Subin Potoku, 100%, Milo Šperović, Galista Sërbe, fitues. Vazhdojmë tutje. Po shka fitu këtu? Miloshi. Lista sërbe, a? Një dhe pas ka em një shaj. shmëzë. Në vushtri kemi balotazh ndërmjet Ferit Idrizit nga Partia Demokratike e Kosovës dhe zotit Sulejman Meholli nga Lëvizja Vetëvendosje. Zoti Tahiri, që ka qenë në një mandat kryetar komune i LDK-s, nuk ja ka dalë që të siguroj votat që të hyjnë balotazh. Në Glogoc, pra, si që thamë, në Drenas, zoti Ramiz Ladrovci ka dalë fitues që në raundin e parë me 52.31%, duke lënë prapa zotin Petrit Hajdari të PDK-s 37.31%. Ka mbetur në garë zoti Gjafer Tahiri me Gjafer Gashi, se përmenda Gjafer Tahiri me herët, në Obilic, pra kryetari aktual, E Obilicit. 46.47. Edhe fushkës.